sakrifikuar gjithçka kur dinjiteti i një populli është në rrezik. Në betejë triditore ranë 59 dëshmorë. Kur nga ky gjak u ngrit një forcë që nuk mund të ndolej më, vullneti i një populli për liri i mishruar në ushtrinë shërimtare të Kosovës. Për familjen Jashari, ushtria shërimtare e Kosovës nuk do të kishte marrë atë frymë të madhe që mbizotroi një popull të tërë. Dhe pa ushtria shërimtare të Kosovës, Kosova nuk do të kishte fituar lirinë dhe pavarësinë e saj. Në përkaz, Adem Jashari kishte thonë një fjali që sot i nglon si një amanet për brezat. Vetëm një vdekje kemi në këtë jetë dhe një fjalë të mirë në gryt të pushkës. Në këto pat fjalë përmbledhet e tërë filozofia e asaj që ndodhi në ato 3 ditë, sepse aty nuk ishte vetëm ardhmë, aty kishte besim, aty kishte dinjitet. Aty kishte një bindje të thellë se liria nuk për diçka që folet, por diçka që fitohet. Edhe Hamza kishte thonë një fjali me vendosmëri të madhe. Edhe Evropa po t'i hap dyrë për ne nuk do ta lëshojmë këtë vend. Kjo ishte zgjidhja e tyre, të qëndrojnë, të luftojnë, të sakrifikojnë gjithçka për Kosovën. Madje edhe fëmijët e familjes Jashari u bën pjesë e asaj rezistence. Historia na tregon për kushtrimin vetëm 14 vjeç, i cili pranë trupave të rënd familjes së tij, me automatik në dorë shkrete breshri plumash kundër forcave serbe. Sepse në familjen Jashari, guximi dhe rezistenca nuk ishin vetëm virtyte, ato ishin mënyrë e jetesës, ndërsa liria nuk ishte vetëm një ëndër. Ajo ishte bindje, dhe atëherë pushmimi i saj duhet paguar me jetë. Të dashur qytetarë, në përkaz me 5, 6 dhe 7 mars luftoi ndërgjegjja e një populli të tërë.